Esselamu alaikum të nderuar, kudo që jeni, paqja e Zotit qoftë mbi ju. A e keni vëret një të shëmtuar, një situatë e cila ka lindur tani pasi që filloi lufta kundër Iranit nga ana e Amerikanëve dhe Izraelit, që po përhapet gjithandej nëpër TikTok sidomos nga të ashtu quajturit shejha, shujuta apo predikues të TikTokut, me ato mjekrat e gjata, me musteqet e rrujtme, me flokët e rrujtme, me doshamia mbi koka. A e dini çka thonë? Po le t'i luftoj Amerika ato iranianët, le ta luftoj Iranin, edhe Izraeli le ta luftoj, se ato nuk janë musliman, janë rafidi, janë shii, janë 12 imami, edhe. Ndëgjoni. Këta shujuta që i quni ju, këta shejha që ju shkoni pas, që i pasoni, dhe më çuditni më së shumti ju shqiptarët e mi musliman. Nuk e di ju çfarë nevoje keni t'i shkoni ndonjë sauditi pas, ndonjë magrebini pas. A nuk keni ju dietar shqiptar? A nuk ka dietar shqiptar? A nuk ka pas dietar shqiptar? Dhe ju pse keni filluar të vendoni shamia mbi kokë? Disa nga Shkupje, disa nga Prishtina, e Ferizaj, ku e di çka unë, nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria. Keni fillu të mbuloheni me do shamia mbi kokë, të dukeni sa ma Arab, sa ma Saudit, sa ma Katar, sa ma Emirat. Të kthehem atje. E dini çka kanë filluar të bërtasin dhe të ulurin e të predikojnë në për TikTok këta? Thonë, poni, le t'i luftoj Amerika se iranianët janë të devijuar. Ata i ofendojnë sahabet, e ofendojnë Aishën, dhe si pas kësaj, si pas mendimit të tyre, ata janë qafir. Ja Allah, subhanallah il adhim, o Zoti madhënum, qfar tradhtarësh e qfar idiotësh e ignorantësh jeni bre ju? Po a nuk qëndron në librat e sunitëve, në hadithet që i transmetojnë dietarët sunit të hadithit, se pejgamberi Allahut ka thënë, në qoftë se e shihni dikend duke ra në seçde, dhe në qoftë se e dëgjoni dikend duke bër ispat, duke ra në shahadet dhe duke dëshmuar la ilahe illallah Muhammedun Resul Allah, thoni dhe dëshmoni se ai është musliman. Dhe mu ju që thirreni në hadithet e Ebu Hurerës, në Sahih Buhari, Sahih Muslim, në të cilët qëndrojnë këto hadithe, dhe ju dilni dhe i quni shiitët kufar. Subhanallah il adhim, ndërsa shiitët qka? E besojnë Kuranin, libër të Allahut, e besojnë Allahun për Zot të vetëm, për krijues të vetëm, dëshmojnë edhe ata, falin edhe ata namaz dhe dëshmojnë se Allahu është një, Zoti vetëm, dhe se pejgamberi Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguar i Allahut, është rob i tij i sinqert. Japin zeqat, e kryjnë haxhin, e agjerojnë muajin e Ramazanit, kthehen në kible kur falin namaz, drejtohen në drejtim të kibles ku drejtohesh edhe ti, edhe unë, edhe të gjithë muslimanët e tjerë në botë, dhe ti e merr guximin dhe del dhe thua ata janë kufar, edhe dhe veten ti e quan
selefi, e quan, ku ta diun qka, pra ti, e ke vetë shpallur vetë vetën që je grupi më i zgjedhur, dhe që ju i keni qelësat e xhenetit, dhe ju e përcaktoni kush është musliman dhe kush është jo musliman, e kush do të hyjë në xhenet e kush do të hyjë në xhenem. Ama tregoni ku është ai vendi ku ju i keni marrë qelësat. Ama tregoni ajetin kuranor ku shkruan se ju apostafat, ju se ju jeni i vetmi grupi zgjedhur. Ma gjeni ajetin kuranor, se wallahi dëshiroj edhe unë ta lexoj. Ma gjeni ajetin kuranor ku Allahu juve ju jep të drejt që muslimanët e tjerë t'i quani qafir. Ma gjeni këtë ajet të Kuranit. Tani dëgjo, nëse ti je frikacak dhe nëse reisat e juaj, nëse emirat e juaj, kryetarët e juaj, e kanë nënshkruajt kapitulimin para Amerikanëve dhe para cionistëve, ky është problemi juaj, ky nuk është problemi iranianëve, ky nuk është problemi i shiitëve, sepse të vetmit që sot e kësaj dite i dalin përballë cionizmit dhe të cilët janë bërë shënjestër e granatimeve, e shkatrimeve, e luftimeve, e vrasjeve, kush janë? Nuk jeni ju, të vetmit janë ata. Kush? Irani. Dhe ata i thonë stop cionizmit. Dhe ata i dole në përkraje popullit të pambrojtur në Gaza. Ata i dalin në mbrojtje bregut perëndimor, Libanit, Siris, e kështu me radhë. Jo ju që bërtitni tanë kohës në TikTok. Ju dhe presidentët e juaj, të cilët tani 3 vite vetëm bërtasin, vetëm ulurin, vetëm bëjnë zhurmë në rrjetet sociale. Asgjë praktika ata nuk kanë ndërmarrë. Ti, a nuk je njeri i lirë? Dhe shumica e juaj që jeni predikues në TikTok dhe që thirreni në selefizëm, a e dini ku jetoni ju? Ju jetoni në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Belgjik, në Angli, në Amerikë. Dhe shumica pjesa dërmuese, 99% e juaj janë parazit, nuk punojnë. Kasiratin nga enti social, para sociale, para të cilat nuk e kanë gjersitur kur, para të cilat aty derdhen nga kush? Nga taksa paguesi që ju i quani 24 orë kufar, nga shteti i cili ju ka dhënë azil, ju ka dhënë dhe ju ka garantuar jetën dhe strehimin dhe ju ka siguruar, ju ka pajisur me statutin e azilit, dhe ju atë shtet e quani shtet kufar dhe shkoni me 100 e muajt dhe me të parin e çdo muaj dhe i kasirni parat nga enti social. Dhe ditët e xhumaja ngjiteni në mimber dhe të gjithë ata i quani kufar. Shikoni çfarë munafikësh jeni ju, munafik të klasit parë, has munafik. Wallahi juve unë dëgjon vetëm pjesa naive e muslimanëve. Nuk ju ndëgjon juve populli i cili lexon, studion, mendon dhe logjikon vetë. Ju po i coptoni muslimanët natë ditë, ju keni shti në mesin e muslimanëve tradhtin dhe vazhdoni këtë tradhti edhe më të qie ta shpërndani dhe ta zgjeroni në mesin e muslimanëve. Një musliman, një besimtar i sinqert që ju ndëgjon juve duke i thënë këto fjalë, se shiitët janë jo musliman, se shiitët janë qafir, se shiitët e kanë shpall Aliun për Zot, subhanallah, asnjë shiit nuk dëshmon se Aliu është Zot. Sa ata e duan Aliun, kjo është çështje tjetër, por edhe ju e duani Ebu Hurejrën,
nga i cili transmetoni çdo të ditin hadith, e që nëna e besimtarve Aisha radiallahu anha për Ebu Hurejrën ka thënë, Ebu Hurejra është gënjeshtar. Dhe ate e ka përzën nga xhamia e pejgamberit alayhi salatu vesselam, pas vdekjes së pejgamberit. Në praninë e Aishës, Ebu Hurejra nuk ka guxuar të flas hadithe, të tregoj hadithe. Dhe më të qe, sahabiun të cilin e doni shumë, që e keni ngritur gati në gradën e pejgamberit, Omer ibnul Khatabin. Omeri, apropo Omeri, ja kërcënuar Ebu Hurejrën se do ta dërgoj në ekzil. Në qoftë se vazhdon, çka? Të shpif, të trilloj hadithe mbi pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Duke i marr hadithet e Ebu Hurejrës, i cili u përzu nga Aisha dhe nga Omeri dhe shkoi në Damask te Muaviu, dhe prej atje shpifi dhe trilloi hadithe kundër Aliut radiallahu anhu,